Ka momente në jetë kur gjithçka duket sikur po ecën ngadalë. Përpiqesh, pret, mendon, bën plane, por rezultatet nuk vinë në kohën që dëshiron. Ndonjëherë madje mund të kesh përshtypjen se po bën shumë më tepër se sa po merr në këmbim. Jep energji, por nuk sheh shpërblimin. Jep dashuri, por nuk merr të njëjtën ngrohtësi. Punon, por parat duket sikur ikin më shpejt nga sa vijnë. Pret një telefonat, një përgjigje, një mundësi, një ndryshim dhe ditët kalojnë. Por ka periudha në jetë kur energjia fillon të ndryshojë. Ajo që duke e bllokuar fillon të lëviz. Një derë që duke e mbyllur mund të hapet. Një person që ishte larg mund të rikthehet. Një mundësi që nuk e prisje mund të shfaqet. Një ide që e kishe lënë pas dore mund të bëhet fillimi i diçkaje shumë më të madhe. Dhe ndonjëherë ndryshimi nuk fillon jashtë teje. Fillon brenda teje. Fillon në mënyrën se si mendon, në mënyrën se si reagon, në mënyrën se si e shikon veten, në mënyrën se si vendos se çfarë meriton dhe çfarë nuk do të pranosh më. Nëse kohët e fundit ke ndjer një shqetësim të çuditshëm, një dëshirë për të ndryshuar diçka, një ndjesi se një periudhë vjetër po mbyllet dhe një tjetër po afrohet, atëherë mund të ketë një arsye pse. Në astrologji, disa periudha lidhen me transformime të forta, me ndryshime të papritura, me mundësi të reja dhe me momente ku njeriu detyrohet të dalë nga zona e tij e rehatis. Në këtë material do të flasim për 5 shenja të zodiakut që mund të ndjejnë më fort një ndryshim të tillë, por mos u fokus vetëm te emri i shenjës. Dëgjo për shkrimin, sepse ndonjëherë ajo që të bën të kuptosh nëse një periudhë po ndryshon nuk është thjesht shenja jote diellore, është ajo që po ndodh në jetën tënde. Është mënyra se si po ndihesh. Është ajo ndjesia që të thotë se diçka nuk është më si më parë. Dhe nëse kjo ndjesi të ka ardhur disa herë gjatë ditëve ose javëve të fundit, mos e injoro. Mund të jetë thjesht nevoja jote për ndryshim. Mund të jetë një periudhë e re. Mund të jetë një vendim që e ke shtyr për shumë gjatë. Ose, sipas këndvështrimit astrologjik, mund të jetë momenti kur disa energji fillojnë të favorizojnë një drejtim tjetër në jetën tënde. Le të fillojmë me shenjën e parë. Demi. Nëse je demi, ka shumë mundësi që kohët e fundit të kesh kaluar një periudhë ku të është kërkuar jashtëzakonisht shumë durim. Demi është një nga shenjat që zakonisht nuk i pëlqen të bëjë ndryshime të pamenduara. Ti dëshiron siguri, dëshiron të dish ku po shkon, dëshiron të ndërtosh diçka që mund të zgjas. Kur vendos të investosh kohën, energjinë apo zemrën tënde në diçka, nuk e bën për pak ditë, e bën sepse beson se ajo gjë ka potencial të qëndrojë gjatë. Dhe pikërisht për këtë arsye, ndryshimet e papritura mund të kenë lodhur më shumë se të tjerët. Por tani situata mund të fillojë të ndryshojë. Një periudhë e re mund të shtyjë të dalësh nga një model që e ke përsëritur për shumë kohë. Ndoshta ke qëndruar në një punë sepse ke pasur frikë të humbasësh sigurinë. Ndoshta ke qëndruar në një marrëdhënie sepse ke menduar se gjërat do të përmirësoheshin. Ndoshta ke vazhduar të mbash pranë njerëz që nuk të japin më atë që dikur të jepnin. Ndoshta ke shtyr një projekt sepse ke pritur momentin perfekt, por momenti perfekt rrallë vjen. Dhe kjo mund të jetë një nga mësimet më të rëndësishme për demin. Nuk ke gjithmonë nevojë të presësh derisa gjithçka të jetë e sigurt. Ndonjëherë duhet të lëvizësh përpara edhe kur nuk e ke të gjithë pamjen. Kjo nuk do të thotë të marrësh vendime të pamenduara. Do të thotë të mos lejosh që frika e ndryshimit të mbajë në një vend ku nuk je më i lumtur. Për demin, një nga ndryshimet më të rëndësishme mund të lidhet me paratë dhe punën. Mund të shfaqet një mundësi që fillimisht duket e vogël. Një projekt, një bashkëpunim, një ofertë, një person që të propozon diçka. Një ide që mund të fillojë si diçka anësore dhe më pas të marrë për masa më të mëdha. Mos e nënvlerëso fillimin e vogël. Shumë gjëra të mëdha në jetë nuk fillojnë me një shpërthim. Fillojnë me një sinjal, një bisedë, një takim, një email, një telefonat, një mundësi që në fillim nuk duket spektakolare, por nëse analizon me kujdes, mund të kuptosh se ajo të çon drejt një rruge tjetër. Demi duhet të ketë kujdes nga një gjë, të mos e refuzojë ndryshimin vetëm sepse nuk duket i rehatshëm, sepse fati ndonjëherë nuk vjen në formën që presim. Ndonjëherë vjen si një situatë që na detyron të riorganizojmë jetën. Ndonjëherë vjen si fundi një marrëdhënieje. Ndonjëherë vjen si largimi nga një punë. Ndonjëherë vjen si një zhgënjim. Dhe vetëm pas disa muajsh kuptojmë se ai zhgënjim ishte pikërisht ajo që na duhej për të ndryshuar drejtim. Prandaj, nëse je demi dhe ke ndjerë sikur disa gjëra po bien njëra pas tjetrës, mos mendo menjëherë se gjithçka po shkon keq.
Mund të jetë një riorganizim, mund të jetë një pastrim, mund të jetë fundi një periudhe që nuk ishte më vend për ty. Dhe kur diçka largohet, krijohet hapësirë për diçka tjetër. Në dashuri, demi mund të përjetojë gjithashtu një kthes. Nëse je beqar, një njohje e re mund të bëjë të shohësh ndryshe atë që kërkon nga një partner. Mund të jetë dikush që nuk i ngjan as pak personave që ke zgjedhur më parë. Dhe kjo është interesante, sepse ndonjëherë ne kërkojmë të njëjtin lloj personi dhe pastaj habitemi pse përfundojmë në të njëjtin rezultat. Një energji e re mund të tregojë se dashuria nuk duhet të jetë gjithmonë një luftë, nuk duhet të jetë gjithmonë pasiguri, nuk duhet të jetë gjithmonë pritje, nuk duhet të jesh gjithmonë ti ai që përpiqet. Nëse je në një lidhje, mund të vijë një moment ku duhet të flasësh hapur për të ardhmen. Mund të ketë një vendim të rëndësishëm, një hap përpara, një ndryshim në mënyrën se si funksionon marrëdhënia. Dhe nëse lidhja është e shëndetshme, ky ndryshim mund ta forcojë atë. Nëse lidhja ka qenë duke u mbajtur vetëm nga zakoni, atëherë kjo periudhë mund të bëjë të shohësh të vërtetën. Dhe e vërteta, edhe kur dhemb, mund të jetë fillimi i lirisë. Demi ka edhe një tjetër mesazh. Mos u krahaso me të tjerët. Mund të shohësh dikë që po ecë më shpejt. Dikush mund të ketë blerë shtëpi. Dikush mund të jetë martuar. Dikush mund të ketë ndërtuar biznes. Dikush mund të ketë udhëtuar. Dikush mund të ketë bërë atë që ti e dëshiron prej kohësh. Por ti nuk e di historinë e plotë të atij personi. Nuk e di se çfarë ka kaluar. Nuk e di çfarë ka sakrifikuar. Nuk e di se çfarë po përjeton kur fiket kamera. Mos e mat jetën tënde me momentin e dikujt tjetër. Fati yt nuk ka nevojë të duket si fati i askujt tjetër. Rruga jote mund të jetë më ngadalt, por më e qëndrueshme. Dhe pikërisht kjo është një nga forcat më të mëdha të demit. Kur ti ndërton diçka, dëshiron që ajo të ketë themele. Prandaj, nëse je demi, mos u frikso nëse kjo periudhë të kërkon të bësh një hap që nuk e kishe planifikuar. Mund të jetë pikërisht ai hap që ndryshon shumë gjëra. Dhe tani kalojmë te shenja e dytë, luani. Nëse je luan, ndryshimi mund të vijë në një mënyrë krejt tjetër. Ti ke nevojë të ndihesh i gjallë, ke nevojë të ndihesh se po ecën, se po krijon, se po shfaq veten, se po bën diçka që ka kuptim, por mund të ketë pasur një periudhë kur ke ndier se askush nuk po e vlerësonte atë që po bëje. Ndoshta ke dhënë shumë dhe ke marrë pak mirënjohje. Ndoshta ke punuar fort, por dikush tjetër ka marrë meritat. Ndoshta ke qenë gjithmonë personi që i ka ndihmuar të tjerët, por kur ti ke pasur nevojë për ndihmë, nuk ke gjetur shumë njerëz pranë. Kjo mund të ketë krijuar një lodhje të heshtur, por tani mund të vijë një moment ku ti fillon të kuptosh diçka. Nuk ke nevojë që të gjithë të duartrokasin, ke nevojë të dish vetë vlerën tënde. Dhe kur një luan e kupton këtë, ndryshon gjithçka, sepse nuk kërkon më miratimin e të tjerëve. Nuk pret që dikush t'i thotë se është i aftë. Nuk pret që dikush t'i jap leje për të filluar. Fillon, vepron, krijon. Dhe kjo mund të sjellë një periudhë shumë të fortë në karrierë. Nëse ke një projekt personal, tani është momenti ta marrësh më seriozisht. Nëse ke një ide për biznes, mos e mbaj vetëm në kokë. Nëse dëshiron të krijosh një kanal, një faqe, një markë, një produkt apo një shërbim, fillo ta ndërtosh. Nuk ka rëndësi nëse fillimi është modest. Rëndësi ka që të filloj. Një nga problemet e luanit është se ndonjëherë pret që gjërat të jenë perfekte përpara se ti tregoj botës. Por perfekti mund të jetë armiku i progresit. Publiko, provo, gabohu, përmirësohu, rikthehu dhe vazhdo. Mund të ketë një periudhë ku një person i rëndësishëm të vëre. Dikush mund të shoh talentin tënd. Dikush mund të ofrojë një mundësi. Dikush mund të ftojë në një projekt. Dikush mund të jap një pozicion që nuk e kishe menduar. Mos e refuzo vetëm sepse të frikson. Ndonjëherë mundësitë më të mëdha vijnë pikërisht kur ne nuk ndihemi plotësisht gati. Në dashuri, luani mund të përjetojë gjithashtu një ndryshim të madh. Nëse ke qenë në një marrëdhënie ku je ndier i pavlerësuar, mund të fillosh të vendosësh kufi. Dhe kjo nuk është egoizëm, është vetë respekt. Nuk është detyra jote të bindesh dikë të doj. Nuk është detyra jote të ndjekësh dikë që nuk po të zgjedh. Nuk është detyra jote të tolerosh mungesën e respektit vetëm sepse ke investuar shumë kohë. Nëse dikush dëshiron të jetë me ty, do të gjejë mënyra. Nëse dikush të vlerëson, do ta tregoj. Nëse dikush të respekton, nuk do të lërë gjithmonë në dyshim. Dhe kjo periudhë mund të bëjë shumë më selektiv.
Nëse je beqar, mund të tërheqësh vëmendjen e dikujt që ka një personalitet të fortë. Një person që nuk të adhuron verbërisht, por të sfidon. Dhe për një luan, kjo mund të jetë interesante. Sepse ndonjëherë personi i duhur nuk është ai që të thot gjithmonë po. Është ai që të bën të mendosh. Ai që të respekton. Ai që të shtyn të bëhesh më i mirë. Ai që nuk ka frikë të tregojë të vërtetën. Në aspektin financiar, luani duhet të jetë i kujdesshëm me impulsivitetin. Fati mund të hap dyer, por nuk do të thotë se çdo mundësi duhet pranuar. Mos harxho vetëm për të treguar se mundesh. Mos investo vetëm sepse dikush të premton fitime të shpejta. Mos merr vendime financiare vetëm nga emocionet. Fati i mirë ka nevojë për mençuri, dhe kur bashkon vetbesimin me disiplinën, mund të bësh hapa shumë më të mëdhenj. Një tjetër shenjë e rëndësishme për luanin është rikthimi i energjisë. Mund të kesh ndjer lodhje, mund të kesh humbur motivimin, mund të kesh menduar se nuk ja vlen, por papritur një ide mund të ndezë përsëri. Një projekt mund të emocionojë, një person mund të japë frymëzim, një udhëtim mund të ndryshojë perspektivën, një bisedë mund të kujtojë se pse nisi rrugën. Mos e nënvlerëso këtë ndjesi, sepse ndonjëherë rikthimi i dëshirës për të krijuar është sinjali më i fortë se një periudhë e re po fillon. Akrepi. Nëse je akrep, ndryshimi yt mund të jetë më i thellë. Akrepi nuk ndryshon sipërfaqësisht. Kur ndryshon në thelb. Dhe kjo mund të jetë arsyeja pse periudhat e transformimit për ty shpesh duken shumë intensive. Mund të kesh kaluar një kohë ku ke humbur interesin për gjëra që dikur të emociononin. Ndoshta disa njerëz nuk të duken më interesant. Ndoshta nuk dëshiron më të marrësh pjesë në të njëjtat biseda. Ndoshta ke filluar të kuptosh se disa marrëdhënie ishin të bazuara më shumë në zakon sesa në lidhje të vërtetë. Ndoshta ke filluar të kërkosh më shumë kuptim. Dhe kjo mund të jetë shenjë e një transformimi personal. Akrepi ka një aftësi të jashtëzakonshme për të kuptuar gjërat që të tjerët nuk i thon me fjalë. E ndjen kur diçka nuk shkon. E kupton kur dikush nuk është i sinqert. E ndjen kur një situatë ka ndryshuar edhe nëse askush nuk e pranon. Por kjo aftësi ndonjëherë mund të lodhë, sepse mund të mendosh shumë, mund të analizosh çdo fjalë, çdo mesazh, çdo heshtje, çdo ndryshim në sjelljen e një personi. Në periudhën e re, një nga mësimet e tua mund të jetë të mos kërkosh gjithmonë përgjigje aty ku nuk kam asgjë për të gjetur. Disa njerëz thjesht largohen, disa histori thjesht përfundojnë, disa dyer mbyllen. Dhe jo çdo fund ka nevojë për një shpjegim të përsosur. Ndonjëherë fundi është vetë përgjigja. Kjo mund të hapë një derë të re në jetën tënde. Në dashuri, akrepi mund të përjetojë një periudhë shumë intensive. Nëse je beqar, mund të shfaqet një person që të zgjon emocione që nuk i ke ndier prej kohësh. Mund të jetë një lidhje e fortë, një kimje e menjëhershme, një ndjesi sikur e njeh atë person prej shumë kohësh. Por duhet të jesh i kujdesshëm. Intensiteti nuk është gjithmonë i barabartë me dashurinë. Një marrëdhënie mund të jetë shumë pasionante dhe përsëri të mos jetë e shëndetshme. Prandaj, mos shiko vetëm emocionin. Shiko sjelljen. Shiko respektin. Shiko qëndrueshmërinë. Shiko nëse fjalët përputhen me veprimet. Nëse po, atëherë mund të jesh përballë diçkaje me potencial. Nëse jo, mos lejo që kimia të verbojnë. Për akrepin, ndryshimi mund të lidhet edhe me paratë. Mund të ketë një periudhë ku duhet të marrësh një vendim të rëndësishëm financiar. Mund të shfaqet një mundësi për të ndryshuar mënyrën se si fiton para. Ndoshta një burim i dytë të ardhurash. Ndoshta një projekt privat. Ndoshta një bashkëpunim. Ndoshta një ide që kërkon investim. Por kujdes. Mos e vendos të gjithë sigurinë tënde në një mundësi vetëm sepse duket shumë premtuese. Bëj kërkim. Llogarit rrezikun. Mendo afatgjat. Dhe mos u beso premtimeve që duken shumë të bukura për të qenë të vërteta. Fati nuk do të thotë mungesë rreziku. Do të thotë që mundësia shfaqet. Mençuria vendos nëse ajo mundësi bëhet rezultat. Një nga gjërat më të bukura që mund t'i ndodhë akrepit në një periudhë transformimi është rikthimi i kontrollit mbi jetën. Mund të kesh kaluar kohë duke reaguar ndaj ngjarjeve. Tani mund të fillosh të krijosh ngjarjet. Dallimi është i madh. Kur thjesht reagon, të tjerët vendosin ritmin. Kur vepron me vetëdije, ti vendos drejtimin. Dhe kjo mund të jetë periudha kur akrepi fillon të thotë: unë nuk do të pres më. Nuk do të pres më që dikush të ndryshoj. Nuk do të pres më që dikush të më zgjedh.
Nuk do të pres më momentin perfekt. Nuk do të pres më lejen e askujt. Do të filloj të ndërtoj atë që dua. Dhe kjo është një energji shumë e fuqishme. Shigjetari. Nëse je shigjetar, ndryshimi yt mund të vijë përmes lëvizjes. Shigjetari nuk është krijuar për të qëndruar gjithmonë në të njëjtin vend. Ka nevojë për hapësirë, për aventura, për ide, për njerëz të rinj, për eksperjenca, për të mësuar, për të zbuluar. Dhe nëse ke ndjer kohët e fundit se jeta po të bëhet shumë monotone, kjo mund të jetë një shenjë se ke nevojë për një ndryshim drejtimi. Ndoshta ke qëndruar shumë gjatë në të njëjtën rutinë. Ndoshta ke bërë të njëjtën punë. Ke parë të njëjtët njerëz. Ke ndjekur të njëjtin orar. Ke menduar të njëjtat gjëra. Dhe një pjesë e jotja po kërkon diçka tjetër. Mos e injoro. Shigjetari lulëzon kur ka një horizont të ri. Kjo nuk do të thotë se duhet të braktisësh gjithçka dhe të ikësh. Do të thotë të lejosh veten të eksplorosh. Mund të jetë një udhëtim, një kurs, një gjuhë e re, një projekt, një punë tjetër, një takim me njerëz që nuk i njeh, një aktivitet që nuk e ke provuar kurrë, një vend i ri, dhe pikërisht përmes këtyre eksperiencave mund të shfaqet një mundësi. Shigjetari ka shpesh fat kur lëviz. Jo sepse gjithçka i bie nga qielli, por sepse kur lëviz, krijon më shumë mundësi për të takuar njerëzit dhe situata që mund të ndryshojnë jetën. Nëse qëndron gjithmonë në të njëjtin vend, mundësitë janë të kufizuara. Kur del jashtë rutinës, rritet probabiliteti që diçka e re të ndodhë. Në dashuri, kjo mund të jetë një periudhë interesante. Një person mund të vijë nga një ambient krejt tjetër. Mund të jetë dikush që jeton larg, dikush që takon gjatë një udhëtimi, dikush që e njeh përmes punës, dikush që të prezantohet nga një mik, dikush që në fillim nuk e konsideron si partner të mundshëm. Dhe pastaj diçka ndryshon. Bisedat bëhen më të gjata. Mesazhet bëhen më të shpeshta. Fillon të presësh momentin kur do ta shohësh. Dhe papritur kupton se diçka ka filluar. Por shigjetari duhet të shmang një gabim. Mos u largoni sapo gjërat bëhen serioze vetëm sepse ke frikë se po humbet lirinë. Liria nuk do të thotë të jesh gjithmonë vetëm. Një marrëdhënie e shëndetshme nuk të burgos. Të jep hapësirë, të mbështet, të lejon të jesh vetvetja. Dhe nëse gjen dikë që e kupton këtë, mos e humb vetëm nga frika e angazhimit. Në punë, shigjetari mund të ketë një mundësi që lidhet me komunikimin, udhëtimet, internetin, biznesin ose një fushë të re. Nëse ke menduar të ndryshosh karrierë, mos e bëj në mënyrë impulsive, por fillo të eksplorosh. Bëj një plan, mëso, pyet, krijo kontakte, dhe pastaj vepro. Një nga gjërat që mund të ndryshojë shumë për shigjetarin është mënyra se si mendon për të ardhmen. Ndoshta më parë ke menduar, do ta bëj një ditë. Tani mund të fillosh të mendosh. Pse jo tani? Dhe kjo pyetje mund të jetë shumë më e fuqishme nga sa duket, sepse shumë njerëz nuk humbasin mundësitë sepse nuk janë të aftë. I humbasin sepse presin shumë gjatë. Ujori. Dhe tani vim te një shenjë që mund të përjetojë një ndryshim shumë interesant. Ujori. Nëse je ujor, mund të ndihesh se diçka brenda teje po ndryshon prej kohësh. Ndoshta mënyra se si mendon nuk është më e njëjtë. Ndoshta nuk pranon më rregullat që dikur i ndiqje pa pyetur. Ndoshta ke filluar të kuptosh se nuk dëshiron të jetosh sipas pritshmërive të njerëzve të tjerë. Kjo është shumë karakteristike për ujorin. Ti dëshiron të jesh vetvetja. Dhe kur përpiqesh të futesh në një kornizë që nuk të përshtatet, herët avon fillon të ndihesh i mbytur. Prandaj ndryshimi mund të vijë në mënyrën se si organizon jetën. Mund të ndryshosh ambient, mund të ndryshosh punë, mund të ndryshosh mënyrën se si komunikon me njerëzit, mund të largohesh nga disa miqësi, mund të fillosh të krijosh një rreth të ri, dhe ndoshta më e rëndësishmja, mund të fillosh të mendosh shumë më seriozisht për të ardhmen. Një ide e re mund të marrë formë, një projekt digital, një biznes online, një kanal, një platformë, një produkt, një shërbim, diçka që lidhet me teknologjinë, diçka që të lejon të punosh në mënyrë më të pavarur. Ujori shpesh ka aftësi për të parë gjëra që të tjerët nuk i shohin ende, por problemi është se jo gjithmonë e ndjek deri në fund atë që imagjinon. Mund të kesh 10 ide, dhe pastaj të kalosh te ideja e 11. Kjo periudhë kërkon fokus. Zgjidh një ide, jepi kohë, ndërtoje, testoje, përmirësoje. Mos kërko menjëherë rezultatin perfekt.
Një tjetër ndryshim mund të ndodhë në marrëdhëniet e tua. Mund të kuptosh se disa njerëz janë rritur bashkë me ty, ndërsa disa të tjerë kanë mbetur në të njëjtin vend. Kjo nuk i bën ata njerëz të këqij. Thjesht do të thotë se rrugët mund të ndryshojnë. Mos e mbaj një marrëdhënie vetëm nga historia. Historia është e rëndësishme, por e ardhmja është gjithashtu e rëndësishme. Pyet veten, a ndihemi respektuar? A ndihemi dëgjuar? A mund të jem vetvetja? A ka kjo marrëdhënie hapësirë për rritjen time? Nëse përgjigja është po, ushqej atë lidhje. Nëse përgjigja është jo, ndoshta duhet të rishikosh sa energji po investon. Në dashuri, ujori mund të tërheqë dikë që nuk është tipik për të. Dikë interesant, dikë të pavarur, dikë që ka një botë të vetën. Dhe pikërisht kjo mund ta bëjë lidhjen më të fortë, sepse ujori nuk dëshiron të ndihet sikur partneri po i merr frymën. Dëshiron një partner që ecën pranë tij, jo një person që përpiqet ta kontrollojë. Nëse je në një marrëdhënie, mund të vijë një moment ku duhet të flisni për të ardhmen. Ndoshta bashkëjetesë, ndoshta martesë, ndoshta një projekt të përbashkët, ndoshta një vendim që ka qenë duke u shtyrë. Mos ik nga bisedat serioze. Ato mund të jenë pikërisht ato që e bëjnë marrëdhënien më të qartë. Në financa, ujori duhet të mendojë për diversifikim. Mos u mbështet vetëm në një burim. Nëse ke një aftësi që mund të monetizohet, zhvilloje. Nëse ke një projekt anësor, testo potencialin e tij. Nëse ke një ide, bëj një plan konkret. Fati mund të sjellë një mundësi, por duhet të jesh gati për ta kapur. Dhe kjo na sjell te mesazhi më i rëndësishëm. Ndonjëherë fati nuk ndryshon sepse universi vendosi papritur të na jap diçka. Ndonjëherë fati ndryshon sepse ne ndryshuam. Ndryshuam standardet, ndryshuam rrethin, ndryshuam mënyrën e të menduarit. Ndryshuam mënyrën se si e përdorim kohën, ndryshuam mënyrën se si reagojmë, dhe kur ndryshon mënyra se si vepron, ndryshojnë edhe rezultatet që krijon. Prandaj, nëse je një nga 5 shenja që përmendëm, mos prit thjesht që diçka të ndodh. Bëhu pjesë e ndryshimit. Nëse je demi, mos ki frikë të lësh pas atë që nuk të shërben më. Nëse je luan, mos kërko më miratimin e të gjithëve. Nëse je akrep, lëre të shkuarën aty ku i përket. Nëse je shigjetar, lëviz. Nëse je ujor, beso më shumë të idetë tua, por mos haro t'i kthesh në veprime. Dhe nëse nuk je asnjëra nga këto shenja, mos mendo se kjo do të thotë se fati yt nuk po ndryshon. Astrologjia nuk është një formulë absolute. Nuk mund të përcaktoj me siguri se çfarë do të ndodhë nesër, por mund të përdoret si një mënyrë për reflektim, për të parë veten nga një këndvështrim tjetër, për të menduar për zgjedhjet e tua, për të kuptuar se çfarë po të shqetëson. Dhe ndonjëherë një mesazh i tillë nuk është i rëndësishëm sepse parashikon të ardhmen. Është i rëndësishëm sepse të bën të mendosh për të tashmen. Ndoshta ti e di prej kohësh se duhet të ndryshosh punë. Ndoshta e di se duhet të largohesh nga një marrëdhënie. Ndoshta e di se duhet të fillosh atë projekt. Ndoshta e di se duhet të kujdesesh më shumë për veten. Ndoshta e di se ke humbur shumë kohë duke u shqetësuar për njerëz që nuk shqetësohen për ty. Dhe ndoshta kjo është ajo që po të pengon. Jo fati, jo universi, jo mungesa e mundësive, por frika për të bërë hapin e parë. Shpesh njerëzit mendojnë se fati duhet të duket si një ngjarje e madhe, një fitore, një shumë e madhe parash, një dashuri e jashtëzakonshme, një sukses i menjëhershëm, por fati mund të duket shumë më i vogël. Mund të duket si një person që të jep një këshill në momentin e duhur. Mund të jetë një ide, një telefonat, një takim, një refuzim, një vonesë, një ndryshim plani, një mundësi që fillimisht nuk të intereson. Dhe ndonjëherë vetëm shumë më vonë e kupton se ajo ishte kthesa. Prandaj mos e nënvlerëso asgjë vetëm sepse nuk duket spektakolare. Jeta nuk ndryshon gjithmonë me zhurmë. Shpesh ndryshon në heshtje. Një vendim i vogël sot mund të ketë pasoja të mëdha pas një viti. Një telefonat që bën sot mund të çojë një mundësi. Një person që takon sot mund të bëhet pjesë e jetës tënde për vite. Një jo që merr sot mund të largojë nga një rrugë që nuk ishte për ty. Dhe një po që i thua vetes mund të jetë fillimi i një versioni të ri të jetës tënde. Nëse kohët e fundit ke parë shpesh të njëjtat numra, ke pasur ëndra të pazakonta, ke menduar papritur për njerëz nga e kaluara, ke ndjer nevojën për të pastruar shtëpinë, për të ndryshuar pamjen, për të ndryshuar punën ose për të filluar diçka të re, mos u frikso menjëherë.
Ndoshta mendja jote po të kërkon ndryshim. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse para se jeta të ndryshojë jashtë, zakonisht ndryshon diçka brenda nesh. Fillojmë të mos durojmë më gjërat që dikur i toleronim. Fillojmë të mos kënaqemi më me minimumin. Fillojmë të kërkojmë më shumë. Fillojmë të themi jo. Fillojmë të vendosim kufi. Fillojmë të mendojmë për të ardhmen. Dhe kjo mund të jetë shenja e parë që një cikël po mbyllet. Një cikël i vjetër. Një version i vjetër i vetes. Një mënyrë e vjetër të menduari. Një histori e vjetër. Ndonjëherë duhet të largohesh nga versioni yt i vjetër për të krijuar versionin që dëshiron të bëhesh. Dhe kjo nuk është gjithmonë e rehatshme. Mund të ketë frikë, mund të ketë pasiguri, mund të ketë momente kur mendon se po bën gabim, por kjo është pjesë e ndryshimit. Nëse gjithçka do të ishte e sigurt, nuk do të quhej ndryshim. Prandaj, nëse je një nga 5 shenja që përmendëm dhe ndjen se diçka po lëviz në jetën tënde, mos u përpiq ta kontrollosh çdo detaj. Kontrollo atë që mundesh. Mënyrën se si mendon, mënyrën se si flet, mënyrën se si sillesh, njerëzit që lejon pranë vetes, kohën që investon, vendimet që merr, dhe pastaj lëre jetën të bëj pjesën tjetër, sepse ndonjëherë ajo që duket si vonesë është përgatitje, ajo që duket si humbje është hapësirë, ajo që duket si fund është fillim. Dhe ajo që duket si një rastësi mund të jetë thjesht momenti që të shtyn të marrësh një vendim që e ke shtyr prej kohësh. Në fund, pyetja nuk është vetëm, kur do të ndryshoj fati im? Pyetja më e rëndësishme është, çfarë do të bëj kur të ndryshoj? Sepse mundësia mund të vijë, por duhet ta njohësh, duhet të jesh gati, duhet të kesh guxim, duhet të dish çfarë dëshiron, dhe mbi të gjitha, duhet të mos kesh frikë të ecësh përpara. Nëse jedemi, luani, akrepi, shigjetari ose ujori, kjo periudhë mund të jetë një kujtesë për të parë më nga afër jetën tënde. Çfarë duhet të lësh? Çfarë duhet të fillosh? Kush duhet të largohet? Kush duhet të afrohet? Cilin vendim po e shtyn? Cilën ëndër ke harruar? Dhe cila është ajo gjë që, thellë brenda vetes, e di se duhet ta bësh? Ndoshta përgjigjja është më afër nga sa mendon. Ndoshta fati nuk po pret të gjej. Ndoshta ti duhet të bësh hapin e parë. Dhe kur ta bësh, mund të kuptosh se ndryshimi kishte filluar shumë kohë më parë, vetëm se ti nuk e kishe vënë re. Nëse ky mesazh të përshkroi, shkruaj shenjën tënde të zodiakut në komente. Dhe nëse je një nga këto 5 shenja, shkruaj vetëm një fjalë: gati. Sepse ndonjëherë një ndryshim i madh fillon me një vendim shumë të vogël. Vendimin për të mos u kthyer më pas. Vendimin për të mos pranuar më pak nga ajo që meriton. Vendimin për të besuar te vetja. Vendimin për të provuar edhe një herë. Dhe ndoshta pikërisht tani fati yt po ndryshon.